detyrim kushtetues dhe ligjor me kujdes për drejtat dhe liritë themelore të personave që kanë në hetim dhe me rrugë dinjitetin e tyre, sepse ekziston prezumimi i pafajësisë. Dhe në këtë fazë njerëzit më bëjnë gjykim publik shumë herë, sepse ne e dimë se shumë hetime fillojnë, zhvillohen, mbyllen, pastaj ndodhet që hullat aktakuza, pastaj ndodhet që shmodha kresit pafajshëm me gjykim meritor, prandaj njerëzit duhet të rrugë dinjitet se ata kanë fëmijë, ata kanë bashkëshort, ata kanë brenda, duhet të rrugë dinjitetin secili. Mi po se jetë perfekt ato ne kanë dhënë. Edhe ne jemi na hetu çe vetë. Po avokat? A pajtohesh me këto që vetat bozi? Jo, absolutisht, me gjithë respektin se cili e ka mendimin e vet, dhe këta kemi edhe nënën 40 të Kushtetutës të Kosovës për lirinë e shprehjes, por ta mohosh, Hashim Thaçin, si lider të OÇK-s është sikur të thuash që në 12 të ditës është natë, ose dilin ta mohosh në mes të ditës. Po ka mohuar vetë, e ka mohuar. Prandaj atë që pretendon dikush që Hashim Thaçi s'ka qenë lideri i OÇK-s, janë proces verbalet në konferencën e Rambujës, ku ka qenë kryetari i delegacionit të Rambujës, ka qenë shpallësi i pavarësisë, është quajtur Washingtoni veç e ka lexuar deklaratat e George Washingtoni nga vetë Joe Biden, dhe historia e Kosovës për liri dhe për çlirim dhe për pavarësi e ka veç në emën, ai mundet edhe mos më ekziston një ditë, por është Hashim Thaçi. Dhe brezat brez pas brezit do të mësohet se ai ka udhëhequr ushtrisë. Kjo është e vërtetë, fëmijët ato të me kanë më mësuar që dikush e shpalli pavarësinë. Ai dikush është Hashim Thaçi. Varet në cilën kohë mësojnë historinë sepse historia çfarë do bëhet Kosovës. Tha ka qenë dikush tjetër, do të na shpjegon kush ka qenë post Hashim Thaçit ose s'ka qenë Hashim Thaçi. Mirë, Hashim Thaçi. Se jurista jena. Me televizionet që janë që përfshin gjithë globin ka thonë se unë kam qenë larg via frontit e mohon kategorikisht ekzistencën e drejtorisë politike pas fiktive të Safshorit veçele kështu. Po mirë pa ai vetë po thotë. Fiktive kallash në front. Deri sa thet. Edhe e ka qenë me kallash gazë ko 97 është ditë në 15 vjet nga prokuroria. Çakolat na vetë me Serbë, Danica Marković që ka ndjek. Çakolat vetë ko tu nxit për pjetë në historia dishta më japon në pyetje çti Xhevdes Makiçit, ai avokat të burse, ky ka fol shumë pa vërtet apo vol na për studio, asnjë fjalë, asnjë fakt si ka dole alo dhe kush po quhet me kokacën penal për shpifje. Jo, nuk ka doçur s'u thonë. Që intervistë mia që po shkoni pas zonën e punë po pa di. E mbron liria shprehjes. Ky është frytzon si avokat dhe si gjashtë shtetori i Kosovës e ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Edhe unë jam kritik. Po vetë ka të drejtë me shpifje. Edhe unë jam kritik me edhe vazhdimisht shkruaj kundër qeverisë, kundër Albin Kurrit, i cili mbashton qytetarët dhe mbron neni 40. Për ndryshe, keni thënë si shumë shtet demokratik. Asnjë fjalë kudo që manush po siç më thon. Keni thënë që gjykata speciale nuk mund të merr Hashimin korremor. Keni thënë që ka më shkuar me vetëm 3 muaj ditë ka më shumë më fort në kulshok. Keni thënë po lëshohet me 12, me 24, me 23. Të gjitha këto fillimisht këto nuk vjen për këtë kur. Këtë ka ndodhur çish kum thonë, jam edhe intervista që i kam para 6 vjetë me pikë me presë asnjë se ka. Po Thaçi i ka ndodhur një padrejtësi procedurë penale, edhe ti ndoshta rast këtu që të ka ndodhur edhe vazhdimisht lufton për drejtat tuaja. Por në një farë mënyrë ti vetë ndoshta viktimi i procedurës penale të padrejtë. Po ne kam gjykim. Është në mënyrën më më kam gjykim formë spera janë s'ka gjë vërtetuar. Nuk di përfundimin. Po pse është më vënë kosto në vendim të gjykimit për të formës prej. Atëherë pse më ndalu vizitën për gjykim formës prej që është i pafajshëm. Pret në kohë gjykim formës është i pafajshëm. Para burgimi e den që nuk duhet më caktuar ndaj një personi që dorëzohet. Po veç në kohë gjykim formës prej që është i dënuar. Ka janë të rëndë. Që është domosdoshmë që është pa fajtor. Ai ka qenë para oktit kryes ka pasur edhe kush kanë për ata nuk mund më marr që ka se udhëzove. Na po flasim tash si avokat gaz, nëse një njerëz për shembull që spelon mashinën, po për shembull nëse Xhevdeti është i akuzuar dhe nuk i ka marrë vendime hala me shpall fajtor apo jo, a kanë drejt, domethënë juridikisht a ka drejt një gjykatë më ndaluar ose më mohu me po momentet e fundit prindin e tij të vdekur? Jo, veç pak duhet të ndryshtë. E po rasti edhe në publiku dol keq. Është diskutuar shumë. Gjykata dhomët e specializuara të Kosovës në Hall, Kolegji Penal apo trupi gjykues dhe gjyqtarja e procedurës paraprake se Hashimi ka dy procese. Nuk ja kanë shqyrtuar fare kërkesën e avokatit. Jo që ja kanë refuzuar, nuk ja kanë refuzuar. Domosdoshmë janë merr me ta hiç. Por kjo është më super skandal në shekullin e 21, në vitin. Ka ndodhur në gjykatë mbutë përveç ato të Bolshevikit. Ti shqyrtuar dhe ti refuzuar, i kishim diskutuar si avokat në Kosovë dhe si opinion publik, i kishim diskutuar arsyet pse. Se mundet me pas një arsye pse se kanë. E vërtet. Mirë, po ideja është që nuk e kanë shqyrtuar fare. Dhe Mishet ti çka thonë kum dorëzu
kërkesën në ora 14 ditën e vdekjes se Bacit Haxhi thoshi, dhe po të kishte një gjykatë normale me standarde ndërkombëtare të drejtësisë, që shëlyp edhe kolegu im edhe one, edhe të kishte një dinjitet dhe ndërgjegje të gjyqtarëve, aja kërkesë duhet të shqyrtohej brenda orësh, sepse vorrimi ishte në nesërmen, dhe çështja ishte natyre super urgjente. Prandaj ndaj Hashim Thaçit ka çështje politike, jo juridike. Është përsekutim politik. Çka i vjen kjo? Trupi gjykues, gjyqtar përsues përprakës merren fare me kërkesën e natyrës humanitare dhe urgjente. Moshtru duhet patjetër. Duhet të pasë epilog. Duhet të pasë përgjigje. Të fol për pjesëmarrjen vërrë. Moshtru duhet patjetër. Moshtru patjetër duhet. E tani soi përket aprovimit apo jo, do thotë apo kur, është çështje diskutimi. Mirë, por mendoj që çfarë do lloj garancie që kish mund me dhon presidenti. Që do të jetë disiplinuar, nuk do të përdor për çështje tjera. A ka pas garancinë mes atyre 4-5 mijë po son njerëz kanë qenë? Ja, ka pas 3-4 mijë vetë valla në Nuk e di se Maruka gazetorët i motën me metra, pastaj ty thonë ja ka çast, po nëse po çe 3-4 mijë vetë. A ka pas garanci se dikush nuk eskalon atë, edhe në çfarë do formë nuk ndikon negativisht me prishjen e varrimit? Sepse njerëzit elektrizohen dhe nuk dinë del sot apo kontroll. Andaj kemi rastin me thonë nga situatë nuk e kanë shqyrtuar fare kërkesën dhe nuk të vul për të. Po dosh me shqyrtuar. Ka gabuar që juridikisht si mastesi si avokat, a kanë gabuar që nuk e kanë shqyrtuar, ai kanë një hak njerëzit. Po na nuk e dim a kanë pranuar me koha jo. Tash varse. Ora 14 në shteti që ka. Po ka thënë avokati, mirë po. Po çish dha Albulena Xhiu ka shkruar për këtë punë. Mirë po nuk e di, mirë po ai ka thënë, po na nuk kena dëgjuar versionin e gjykatës speciale. Mirë po gjykata speciale tha sot e kanë thonë se s'gaboj, tha e kena pranuar dhe prej, është e vërtetë që kena pranuar. Kur varet kur. Po çatë ju ka shkuar me ne apo ministri nuk ka shkuar gjë. Kjo ministri tash bllaf politik, sa për të bërë diçka, ajo nuk vendos të ndajë ku ka pasur Kadri Veseli, kam dek me sa diun 2 prindet. I ka dek edhe Jakub Krasniqi. Po ne për ato kanë gjëra. Edhe na si kanë shkel lirit të drejtat e njeriu, ta mendoni ju që asnjë me sa diun, me sa kam informata unë. Nuk janë liru ditën e varrimit, mirë po dikon ditën e 2-3 kur ka nis pak me roja. Po ti si avokat çka mendon nga sa? Shkelin lirit të drejtat e njeriu nëse një person, pavarësisht ke kush ka ai, Hashimi, Kadriu, Albini, a shkelin lirit të drejtat e njeriu? Varësisht prej rastit. Për me trajtu do të trajtu në fat rekord. Aty pajtuana plotësisht. Sa është një kërkesë tepër urgjente, se nuk do rashtyrje. Mirë po soi përket vlerësimit do të janë analizë, për asaj duhet me kërkuar edhe garancinë prej policisë se so janë në gjendje me përballu nëse ndodh çfarë do lloj eskalimi. Do të Po e bëgoj sa se ka pas një me X ai vetë dorëzuar. Jo ai po mundet me dikush tjetër. Ka me pas një me X që shku vet. Po ja, ka shku kravo, nuk u shku vetë në orë kanë. Jo, dhomat e specializuara me raste të fortë të tjerëve, jo që kanë shkel drejtat e njeriu, po bien kundërshtim edhe me themelet e drejtësisë. Sepse edhe në kohë lufte, ndoshta me krahasu edhe me në arrestim që kishë mujtë me ju bon në Jugoslavinë atëherë, në është ta ishë liru për varrim në atë